Në këtë moment, u mendua dhe u pa e hudhës që nuk mundet që të rinjtë e këtij vendi, fëmijët e këtij vendi, të mbeteshin peng, ose le të themi në mëshirë, ose të bamirësisë, ose të viralitetit të nisma e këtyre qytetarëve nga Korça, përmes një procesi ligjor, le ta themi, për të hartuar një projekt ligj. Po shfrytëzohet një mekanizëm ligjor për ta shpërë në parlament një propozim, i cili sipas si propozim qytetar. Si propozim qytetar që do t'i duhen minimalisht 20.000 firma. Dhe e gjithë procedura u bë sipas skuadrit ligjor. Çfarë konsistonte? Domethënë, kjo nismë kërkon të fiksohet, të normoj me ligj detyrimin e shtetit për të përballuar shpenzimet, kostot e trajtimit shëndetësor të fëmijëve që janë në pamundësi, familjet e tyre, apo të gjithë fëmijëve që paraqiten me raste. Ajo që ne kemi propozuar si le të themi si iniciativë ligjore dhe si ligj nëse do të mundet të miratohet nga Kuvendi i Shqipërisë, është një që ne futim në një fash grupi fëmijët nga 0 deri në 18 vjeç. 0 deri në 18 vjeç. Ky ligji përshkruan këtë pjesë të